pranohet prej muslimanit që më tepër me pas turp prej njerëzve se sa me pas turp prej Allahut. Është e pafalshme. Muslimanit nuk I takon që me pas pozitë më të mëdha njerëzit tek ai se sa Zoti e njerëzve. Pra këto 6 pika në vijat e përgjithshme janë që muslimani duhet me ndih me pas ndjensinë që është para Allahut Azza wa Jall, është duke dalë para krijuesit të botëve, zemra e tij me kanë prezente në namaz. Mos me kanë neglizhente, me kuptu edhe me meditu atë që ka thot, qoftë prej Kuranit ose prej lutjeve, po ashtu me pas frikë që ky namaz nuk kam ju pranu, kam ju refuzu, e pas shpresë që ky namaz ka me kanë si vepër e mirë depozit për të tek Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit dhe po ashtu me pas marrë turp para Allahut Azza wa Jall për neglizhencën e tij në namazin e tij. Çai ka thënë? E ka thonë, unë kur qohem për të falë, imagjinoj qabën për para syve të mi. Ku do që t'jem? Unë imagjinoj qabën para syve të mi. Ndryshe ka përqendrim muslimani këtu, ku jena duke u falë, na? Ndryshe ka përqendrim kur shkon, edhe ka qabën për para. Më imagjinoj qabën para syve të mi. Imagjinoj xhenetin në të djathtën tëme, ndërsa xhehenamin në të majtën tëme. Ndërsa urën e siratit, urën në të cilën kanë me kalu njerëzit, e cila është e vendosur mbi shpinën e xhehenamit, e imagjinoj nën kamët e mia, ndërkohë që me leku I vdekjes ka ardhur me marr shpirtin dhe më thotë ky është namazi I fundit që I duke fal. Ky është namazi I fundit që I duke fal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa ta'ala prej vehteve tona dhe prej punëve tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, dhe atë të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I Tij. Xhamatin e num. Të gjitha ja dim se namazi është shtylla e kësaj feje. Dhe se për veprave më të dashura tek Allahu Azza wa Jall është ky namaz të cilin na e falim 5 herë në ditë. Dhe secili prej nesh do të kenë prej atyre që Allahu Azza wa Jall I ka përmendur në surën Al-Mu'minun, duke thënë qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ato të cilët janë të përqendruar dhe kanë frikë respekt në namaz ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe po ashtu secili për nesh do të kenë prej atyre të cilët e pasojnë ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fjalën e tij ku I thonte Bilalit radiallahu anhu, muezinit të profetit alayhis salam, I thonte arihna biha ya Bilal, na qetëso me namaz o Bilal. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë në hadith, ju'ila qurratu 'aini fi s-salah. Knatësia e zemrës teme, rahatia e shpirtit tem është në namaz, thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe po të njëjtën kohë, shumë prej nesh ankohet ose e gjen vendin jo mirë në anën e përqendrimit në namaz, dhe frikë respekti ndaj Allahut Azza wa Jall kur falena. Kjo është një çështje e cila I përket shumë prej nesh dhe muslimani duhet me e rregullu këtë problem ose minimalisht me mundu me rregullu këtë problem tek vehtja e tij. Pra, mundu mu përqendru në namazin e tij. Duke pas si shembull profetin sallallahu alaihi wasallam, ku Aisha radiallahu anha na tregon për namazin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thot këmbët e tij qaheshin prej namazit të shumë që falte dhe prej përqendrimit të madh që ka pas profeti sallallahu alaihi wasallam në namazin e tij,
ai as nuk e vën të re këtë gjë. E muslimani pra duhet me e pas parasysh që kur falet, ai qëndron para Allahut Azza wa Jall, Zotit të botave. Dhe sot inshallah me lejnë Allahut Azza wa Jall kena me fol me për disa pika të cilat e ndihmojnë muslimanin që më përqendru në namazin e tij. Me arrit frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall në namazin e tij. Në këtë namaz të cilin Allahu Azza wa Jall e pëlqen me fal një namaz të cilin e don Allahu Azza wa Jall. E këto 6 pika nëse muslimani i kushton rëndësi, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala ka me gje një ndryshim të dukshëm, të prekshëm në namazin e tij dhe si fillim i rëndisin në vija të përgjithshme dhe i shpjegojmë inshallah më vonë me një shpjegim të shkurtër. Pika parë është ndjesia që duhet me pas muslimani që kur falet, ai është para Allahut Azza wa Jall. Është para Zotit të botave, para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pika e dytë është prezenca e zemrës së tij në namaz. Mos me kanë vetëm me trup, kurse me kanë me zemër, me mend dhe me trup para Allahut Azza wa Jall. Pika e tretë është që muslimani a mira me i kuptu ato që thet edhe me meditu në ato që thet. Qofshin ato ajete prej Kur'anit apo ato dhikret përmendjet e Allahut Azza wa Jall që bëhen gjatë lëvizjeve dhe qëndrimeve që bën muslimani në namazin e tij. Pika e katërt është shpresa. Shpresa që muslimani ka që ky namaz, kjo vepër mirë që ka bë, me pas si depozit, si rezervë tek Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit kur kanë me u peshu veprat e njerëzve. E besta është e kundërta e saj, është frika. Frika që ku namaz të refuzohet, si pasojë neglizhencave që bën muslimani gjatë namazit të tij. Dhe gjashta është turpi që duhet me pas muslimani kundrejt Allahut Azza wa Jall në namazin e tij. Nëse muslimani praktikon këto hapa në namazin e tij, ditë për ditë, mundohet ditë për ditë, namaz për namaz, me lejnë Allahut Azza wa Jall ka me pa një ndryshim të dukshëm në namazin e tij, sepse Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Edhe ato të cilët përpiqen në rrugën tonë, ne do t'i udhëzojmë ato drejt rrugëve tona. Muslimani pra lut Allahun Azza wa Jall mundohet dhe nëse ai është i sinqert me Allahun Azza wa Jall, është i sinqert në veten e tij në raport me Allahun Azza wa Jall në radhë dytë, atëherë Allahu Azza wa Jall pa dyshim që ka me ja dhënë këtë përqendrim, këtë frikë, respekt në namaz. Pika parë është njësia që muslimani ka kur falet që është para Allahut Azza wa Jall, Zotit të botave. Muslimani kur shkon për të fal, shkon në xhami për të fal, e mira është që të para përgatitet. Nuk shkon në momentin e fundit, shkon më herët. Shkon pak më herët në namaz. I fal 2 rekat para se më ul, i cili është suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, lexon pak Kur'an, i bën dua Allahut Azza wa Jall, lutje të cilat kanë të bëjnë me dynjan e tij edhe me botën tjetër. Ndryshe është gjendja e atij person që vjen në momentin e fundit pak para se me fillu namazi i detyrueshëm farzi, edhe me zit shpret me e kry. Tjetër ndikim ka namazi në atë person i cili përgatitet për namaz dhe tjetër ndikim ka te ky personi i dytë. Ai i cili përgatitet për namaz, masi fillon namazin më vonë, namazin e detyrueshëm, atëherë ai e ndjen që është duke dalë para Allahut Azza wa Jall, Zotit të botave. Kjo duke u bazuar mbi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Inna ahadakum idha qama yusalli", me të vërtetë që njeriu kur çohet për të fal, "Innama yunaji rabbahu", me të vërtetë që i drejtohet Zotit të vet. "Falyanzur kayfa yunaji", thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai le të ketë kujdes se si i drejtohet pra Allahut Azza wa Jall.
Pra, kjo është pika e ndjesisë së muslimanit që kur falet pa para Allahun Azza wa Jall, Zotin e botave. Duhet me pas parasysh muslimani që ky namaz që fal është si një dialog, një bashkëbisedim mes muslimanit, mes robit dhe Zotit të vet. Kjo duke u bazuar një hadith të cilin e transmeton Muslimi. Një hadith kutsi ku Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se muslimani kur fillon të lexojë surën Al-Fatiha thot alhamdulillahi rabbil alamin, falëndërimi i takon Allahut Zotit të botëve. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë moment thot hamidani abdi, më ka falëndëruar mu robi jam. Mandaj kur thot ar-Rahmani ar-Rahim, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, Allahu Azza wa Jall thot asna alayya abdi, me ka lavdëruar robi jam. Kur vazhdon njeriu dhe thot Maliki Yawmiddin, sunduesi të ditës së gjykimit, thirr Allahu Azza wa Jall thot majjadani abdi, me ka ndëruar mu robi jam. Kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë, Allahu Azza wa Jall thot hadha baini wa baina abdi, kjo është mes meje dhe robit tim. Pra, ky ajeti është mes meje dhe robit tim. Pjesa e parë e ajetit është për mua, për Allahun Azza wa Jall, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Kurse pjesa e dytë, iyyaka nasta'in, vetëm ty ndihmë të kërkojmë, është për robin tim. Edhe thot Allahu Azza wa Jall wa li 'abdi ma sa'al, edhe japini robit tim çfarë kërkon. Kurse kur thot njeriu thot ihdina as-sirata al-mustaqim, në uzojnë në rrugën e drejtë, sirata alladhina an'amta alejhim, në rrugën atyne që i kanë begati, ghairil maghdubi alejhim, jo në rrugën atyne që kanë tërhek me pas vehteve hidhrimin tënë, wala dhalin, dhe as në rrugën e të humburve. Atëherë Allahu Azza wa Jall thot hadha li 'abdi, kjo është për robin tëm, wa li 'abdi ma sa'al, edhe jepi një robi tëm çfarë ai kërkon. Pra, kjo është një dialog, një bashkëbisedim, edhe muslimani duhet me e një këtë gjë. Edhe në momentin që muslimani një këtë gjë, ai gëzohet me namazin e tij, sepse është për Allahut Azza wa Jall, ka një bashkëbisedim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Këtë takim, sepse namazi është një takim mes robit e vet, mes robit dhe Allahut Azza wa Jall. Në këtë takim, nëse njeriu kishte me dashë marrë një takim me një për njerëzit që ka një farë pozite në këtë dynja, ose s'ka me allon takimin as pak, ose nëse jep atë takim, ka me kënë një takim shumë i shkurt, se ka me kënë ai tjetri ka me kënë shumë i nxanë. Ndërsa Allahu Azza wa Jall, përderisa ti don, ke dëshirë mu fal, me ju lut, me ju nënshtru Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu Azza wa Jall të lën ty me e zgjedh vendin e këtij takimi, kohën zgjedhjen e këtij takimi dhe kohën se kur dën me e bë këtë takim. Ta lekuën e hapur, kur dush ti, thjesht hajde edhe përkushtoju Allahut Azza wa Jall, dhe kjo tregon për mëshirën e madhe që ka Allahu Azza wa Jall kundrejt robërve të tij. Është një mirësi e madhe të cilës nuk ja din vlerën vetëm sa ai që e hub në ditën kur i mbyllet regjistri i veprave. Në lidhje me këtë qëndrim para Allahut subhanahu wa ta'ala, një prej selefëve, Hatim al-Asam, është njohur në kohën e tij për qëndrimin e tij në namaz. Edhe e kanë pyet, kanë ardhur dhe kanë pyet, i kanë thënë, ta bën ti, cila është mënyra jote me arrit këtë përqendrim në namaz? Çai ka thënë? I ka thënë, unë kur qohem për të falë, imagjinoj qabën për para syve të mi. Ku do që t'jem? Unë imagjinoj qabën para syve të mi. Ndryshe ka përqendrim muslimani këtu, ku jena duke u falë, na? Ndryshe ka përqendrim kur shkon, edhe ka qabën për para. Më imagjinoj qabën para syve të mi. Imagjinoj xhenetin në të djathtën tëme, ndërsa xhehenamin në të majtën tëme. Ndërsa urën e siratit, urën në të cilën kanë me kalu njerëzit, e cila është e vendosur mbi shpinën e xhehenamit,
e imagjinoj nën kamët e mia, ndërkohë që me leku i vdekjes ka ardhur me marrë shpirtin dhe më thotë ky është namazi i fundit që i duke fal. Ky është namazi i fundit që i duke fal. Si ka me kanë përshëndetimi i atij njeriu që ka këtë grad në gjetësimit. Si ka me kanë namazi i tij, a ka me menuar për punët e kësaj dhunjaje, a ka me menuar për hallat e kësaj dhunjaje, a ka me menuar për familjen e tij, për tregtinë e tij, për punën e tij, apo ka me menuar si ka me taku Allahun Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Elusim Allahun Azza wa Jall që më na bëj për aty që arrin këto grada me lejen e tij. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Me pikave të tjera, po ashtu se po kalu te pika e dytë, muslimani te pjesa e tekbirit që bën në namaz, te fjala Allahu Akbar. Fjala Allahu Akbar ti që dina, dhe me thonë Allahu është më i madh. Janë disa vepra në namaz që muslimani kur i bën ata, ndoshta nuk i vën rëndësi, por po i vjen rëndësi, ka një ndikim të madh në përqendrimin në namaz. Thashë Sheikhul Ibn Taymija, në momentin që muslimani thot Allahu Akbar dhe i ngrin duart, është sikur ai ka hell diçka mas shpinës të tij. Sikur ka hell diçka pas shpinës së tij. Edhe thot Allahu Akbar, pra Allahu është më i madh se sa të anime që mu më vinë nga dynjaja, qoshin të familja, pasunia, tregtia, puna. Allahu është më i madh. Është më i madh se sa çdo gjë që ka lidhje me këtë pikë. Dhe po ashtu, ky zikër, fjala Allahu Akbar, Allah është më i madh, i përurtësiva se përsëritet. Nuk është vetëm një herë në fillim, por se përsëritet gjatë ton namazit, gjatë ton lëvizjeve në namaz, vetëm në dy pozicione. Kur ngrihet njëri nga rukuja, thot Semi Allahu liman hamida, Allahu e dëgjon atë të cilin e falenderon atë, edhe kur jep selam, fund namazit. Prandaj janë disa, do të thonë, sa herë që muslimani ndoshta vjen shejtani me e cyt, sepse edhe gjatë namazit shejtani e cyt që me ia paksu shpërblimin dhe Allahu na ruaj ose derisa më ia heq komplet shpërblimin e namazit. Sa herë që e nxit thot Allahu Akbar, Allah është më i madh se sa ky mendim që më ka ardhur mua në mend edhe e largon. Lani mendimet mas namazit, ka kohë sa dush, kurse për momente janë para Allahut Azza wa Jall. Pika tjetër është prezenca e zemrës në namaz. Prezenca e zemrës së muslimanit në namaz është shumë e rëndësishme. Edhe pse ndoshta nuk është e gatshme, ajo muslimani duhet me marrë në zorë dhe me pru zemrën e tij, jo vetëm trupin e tij në namaz. Me ju lutë Allahut Azza wa Jall që me ndihmu në këtë gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave të tij, prej lutjeve që ka bërë, ka thënë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, forcoje zemrën tëme në fenë tënde. Edhe muslimani i bën lutje Allahut Azza wa Jall që me forcua dhe me i dhanë sukses në këtë pikë. Duhet që muslimani zemrën e tij në namaz me pas për Allahun Azza wa Jall. Punë tjera vinë më vonë, ka kohë sa dush për punë të tjera. Pika tjetër, si thamë, është që muslimani në mundu me i kuptu dhe me i meditu ato që thet në namaz. Është shumë e rëndësishme. Sepse me anë të meditimit vjen edhe ndikimi i këtij namaz në zemrën e muslimanit. Dhe jo vetëm në namaz, por se edhe jashtë namazit, sepse namazi i cili është namaz siç duhet, kanë thënë dietar, namazi i vërtet, ai i cili e nal muslimanin nga e keqja, sepse Allahu Azza wa Jalla thotë inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë që namazi të ndal nga gjanat e ulta dhe nga kundërshtimi i Allahut Azza wa Jalla, nga veprat e këqija. Po cili namaz, ai namaz që jena të përqendruar apo ai namaz që kena pasur me kalu rradhën? Ja është ky namazi që përqendrohen. Ky është ai namazi që na ndikon në zemrën tonë edhe na bën që gjymtyrët tona me ecë sipas bindjes së Allahut Azza wa Jall. Muslimani duhet me jetu kur i thot ajetet, me jetu së bashku me ta ajetet, me i menu, me i meditu dhe me jetu së bashku
me ata ajete edhe po me ato dhikre, me ato përmendjen që i bën Allahut Azza wa Jall. Shumë prej nesh ndoshta i thojmë ato suret, i thojmë ato përmendjet e Allahut në ruku, në sejdë apo në pozicionet e tjera, kurse nuk e kuptojmë. Muslimani i takon me mundu pak, me thonë, me lexu, me pyet, që me e zgjanu pak atë diapazonin e tij. Marrim shembull surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Ndryshe ndikon kjo sure kur dikush e lexon Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, dhe bjen ruku. As nuk e din çka ka thënë. Kjo është njëri i parë. Marrim të dytin. Thot Kul huwallahu ahad. Edhe ai në mendjen e vet mediton dhe thot, thuaj Allahu është një edhe i vetëm që e meriton adhurimin, askush tjetër përveç tij nuk e meriton adhurimin, është i vetmi që e ka komplet pushtetin, është i vetmi që i meriton emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta. Allahu Samad. Allahu është ai që nuk është i krijuar edhe të gjitha krijesat i drejtohen atij për të gjitha nevojat që kanë. Lam yalid wa lam yulad. Ai as nuk ka lindur, as nuk është i lindur, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Edhe askush nuk është i ngjashëm me të. Ky është i dyti. Çfarë ndikimit ka namazi te ky i dyti e çfarë ndikimit ka namazi te ky i parë? Nuk ka lidhje ndikimi tim me ndikimin e tij, absolutisht. Prandaj është ndikimi i meditimit, sepse meditimi në këto ajete edhe në këto dhikre që bëhen gjatë namazit është qëllimi në vetveti, nuk është qëllimi në vetveti që njeriu më e than. Sa me kalu rrallën, përse me ndikute zemra e muslimanit edhe më najtë e gjymtyrë e muslimanit. Edhe të gjymtyrë e tia. Kjo në mënyrë që me kanë muslimani i ndikun prej namazit në përgjithësi. E katërta është shpresa. Shpresa që ky namaz që na falim, me na u pranu tek Allahu Azza wa Jall, edhe me e pas si rezervë, si depozit tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala në ditën e gjykimit. Në ditën kur kena me taku Allahun Azza wa Jall, në ditë kur veprat vehen në peshore. Fema ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, ai i cili vepron një vepër të mirë qoftë sa grimca, ka me e pa atë, o me ya'mal mithqala dharratin sharran yarah, edhe ai i cili vepron një vepër të keqe sa grimca, ka me pa atë, thot Allahu Azza wa Jall. Sa më i plot me kanë namazi, aq më i madh shpërblimi. Sa më i madh me kanë shpërblimi, aq më shumë peshon në peshore në veprave në ditën e gjykimit. Prandaj njeriu duhet të pas këtë gjë parasysh në mënyrë që mi arrit shpërblimet e tij në ditën e gjykimit, në atë ditë kur nuk ka më dhënë as edhe një të mirë askujt, sa do javër që ka më kanë, sepse atë ditë ka më kanë një ditë e vështirë ku nuk ka me pyet baba për djalin, as djali për prillin, as kush nuk ka me pyet për dikë tjetër, vetëm se kanë me thonë vetja jam e vetja jam. Pika tjetër është e kundërta asaj, frika. Frika që ky namaz që na jena duke fal, se mos ndoshta na refuzohet, se mos ndoshta nuk kena shpërblim për këtë namaz tek Allahu Azza wa Jall, si pasojë e neglizhencës tonë në namaz. Si pasojë e mos prezencës e zemrës tonë në namaz, ndoshta në metropjena këtu, përse mendja jone, zemra jone s'kan lidhje, nuk ka lidhje me namazin. Ndoshta muslimani falet me xhamat, e nuk e din as pak çka ka lexuar imami. Kur marrën namazin nuk e din se çka ka lexuar imami, çka ka thënë imami, cilën sure ka thënë, ose kur e ka lexuar kur ashtu fal vetëm nuk e din se çka ka thënë. Apo nuk e din se sa rekuat ka falë në fund të namazit. Ky nuk është namaz. Muslimani duhet të pas gjithmonë këtë parasysh, sepse veprat ngrihen tek Allahu Azza wa Jall për të pranuar. Ndoshta ky namaz ngrihet dhe thuhet ky namaz është i refuzuar. Ktheheni Zotit vetë këtë namaz, ky namaz është i refuzuar. Muslimani duhet të pas parasysh që mos më kanë për ty në njerëz. Sepse me ndërrejt që Allahu Azza wa Jall është i pa nevojshëm, nuk ka nevojë për ibadetet tona, për adhurimet tona, për namazet tona. Ai është i plot fuqishëm. Nuk i shtohet as nuk i paksohet asgjë Allahut Azza wa Jall. Prandaj na atë që bëjmë e kena për veten tonë. Por Allahu Azza wa Jall e pëlqen
që muslimani me adhuruat e ashtu siç i takon Allahut azza wa jall, siç i takon madhështisë së tij. E pra muslimani duhet të pas frikë për namazin e tij, a pranohet, a nuk pranohet, a i refuzohet apo nuk i refuzohet. Çështja e fundit është turpi që duhet të pas muslimani karshi Allahut kur fal. Muslimani ose njeriu në përgjithësi kur i flet dikujt, është duke bashkë bisedu me dike, kurse ai nuk i kushton asnjë aspekt. Nuk ja varr. Shef telefonin, shef celularin, pret me zori se kur pa marrë. Nuk e vazhdon, vazhdon për bashkëbisedën me të. Nuk e vazhdon për bashkëbisedën me të, se njihet i pa vlerësuar. Veç në qovë sa është i verë, bëna dhe nuk shef se si sillet ai tjetri, vazhdon, nuk ka lidhje për të. Kurse Allahu azza wa jall, na kur qëndrojmë para Allahu subhanahu wa ta'ala, duhet me di që Allahu azza wa jall nuk është i verë. Allahu subhanahu wa ta'ala jo vetëm që na shef ne, por na shef zemrat tona, na shef atë luhatjet e zemrës tonë, na shef atë përqendrimin e zemrës tonë në namaz, a është zemra jonë në namaz apo është në dynja. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. E din atë shikimin me bisht synit edhe atë çka fshihet në gjokse, thot Allahu azza wa jalla. Në muslimani të imagjinojnë që në qovë se qëndrën para Allahut azza wa jalla, zemra ati është larg Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërkohë që Allahu e shef, e duhet me pas turp. Duhet me ardh turp prej vedit se përpara ka Zotin e botës dhe ka Allahun azza wa jalla. Ka atë që ka në dorë çdo gjë, të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, ka në dorë qilcat e xhennetit dhe qilcat e xhehenamit. Prandaj muslimani duhet që me pas, ose nuk pranohet prej muslimanit që më tepër me pas turp prej njerëzve se sa me pas turp prej Allahut. Është e pafalshme. Muslimanit nuk i takon që me pas pozitë më të madhe njerëzit tek ai se sa Zoti i njerëzve. Lutim Allahun na përmirësoj. Pra këto 6 pika në vija të përgjithshme janë që muslimani duhet me ndih me pas ndjensinë që është para Allahut azza wa jall, është duke dalë para krijuesit të botëve, zemra e tij me kanë prezente në namaz, mos me kanë neglizhente, me kuptu edhe me meditu atë çka thot, qoftë prej Kuranit ose prej lutjeve, po ashtu me pas frikë që ky namaz nuk kam ju pranu, kam ju refuzu, e pas shpresë që ky namaz ka me kanë si vepër e mirë depozit për të tek Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit, dhe po ashtu me pas marrët turp para Allahut azza wa jall për neglizhencën e tij në namazin e tij. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që më na bëj për atyre që e madhnojnë atë. Po jo vetëm në namaz, por edhe jashtë namazit. Ma na bëj për atyre që jetën e tyre, vdekjen e tyre, adhurimet e tyre, çdo gjë e kanë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Jetojnë edhe vdesin për Allahun azza wa jall. Sepse jeta e kësaj bote është e përkohshme, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dhe jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër vetëm se një kënaqësi rrem, thot Allahu azza wa jalla. Lutim Allahun azza wa jalla me bëj për atyre besimtarë, kur thot qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, kanë fituar besimtarët, kush edhe i përmend disa prej cilësive të këtyre besimtarëve. Edhe në lidhje me këto cilësi, kena marrë një hutbe dhe veçantë për ta. Cilësia e parë që Allahu azza wa jalla përmend thot alladina hum fi salatihim khashi'un. Ato të cilët janë të përqendruar në namaz dhe kanë frikë respekt ndaj Allahut azza wa jalla. Kjo sepse në namaz është shtylla e fesë. Është një shtyllë që sot neglizhohet prej muslimanëve, edhe është shtyllë për të cilën është gjaja e parë që kanë u pyet në ditën e gjykimit, nëse kjo llogari ka më shku mirë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka llogaria ka më shku mirë, nëse kjo llogari ka më shku keq, komplet llogaria ka më shku keq. Lutim Allahun azza wa jall që na ditë me na marr në mëshirën e tij dhe me na fal, me na fut në xhenetet e tij.